Florie Peqi është në javën e 24 të shtatzanisë së saj dhe mjeku thotë se nuk ka dieni nëse prindrit kanë kërkuar ose jo bërjen e abortit, por në këtë kohë nuk mund të flitet për abort. Kjo sepse është jashtë ligjit dhe se komplikacionet shëndetësore do të jenë më të mëdha. Mjeku ginekolog Dritan Shpati, i cili ka ndjekur që nga fillimi këtë shtatzani, tha se pacientja Peqi ka ardhur në këtë maternitet për shkak të problemeve shëndetësore, por aktualisht gjendja e saj është e përmirësuar dhe se fetusi ka patur një zhvillim krejtësisht normal. Madje Peqi është e vetëdijshme për shtatzaninë e saj. Për shtatzaninë, e cila është një shtatzani normale, rreth javës së 24, një shtatzani e cila nuk ka paraqitur probleme si për gruan, si për fetusin që ajo bart. Pacientja qëndron për të patur në një mbikëqyrje të themi shëndetësore nga pikpamja obstetrikale, gjë që nuk mund të sigurohet më mirë se sa në këtë institucion. Mjeku ginekolog tha se për Peqin kujdeset një ekip i specializuar mjekësh e psikolog, por nuk ka ende një kohë kur ajo mund të lërë maternitetin edhe pse gjendja shëndetësore është normalizuar. Edhe familjarët, thot mjeku, nuk kanë bërë ende një kërkesë për dalje nga materniteti ku qëndron për rreth 20 ditë. Nuk di t'ju them për këtë gjë. Normalisht në institucionin tonë, domethënë, ne nuk mund të flasim për abort në këtë moshë shtatzanie. Ne jemi të interesuar që kjo shtatzani të shkojë deri në fund, të shkojë normal, domethënë dhe të mos paraqisë probleme si për fetusin, si për nënën. Ajo është e vetëdijshme që është shtatzan dhe është e vetëdijshme që ka një shtatzani normale. Në deklaratat publike, prokuroria austriake thotë se është në pritje të gjitha detajeve dhe hetimeve nga prokuroria e Tiranës, ndërsa sqaron se sipas informacioneve të ambasadës shqiptare në Austri, konceptimi i shtatzanisë i përket muajit tetor, në kohën kur Peqi ishte në Shqipëri. Ndërsa mjekët e klinikës ku Peqi u trajtua nuk kanë komentuar gjatë, por janë shprehur se janë duke punuar së bashku me organet e shteteve përkatëse për të hedhur dritë mbi këtë çështje. Klinika është shprehur vetëm për kohën e qëndrimit, trajtimin e bërë si dhe kontaktet e mëvonshme të vendosura nga Peqi me familjen kosovare.